Si që shikoni për gjithë ju zonja e zotëri, jemi në këndin e kuzhinës, ku ne do të gatuajmë me dy nxënësit e mi, do gatuajmë një recetë vërtet të këndshme. Unë kam zgjedhur një makaron me kim. Atëherë duhet të prezantoj kush është. Përshëndetje, quhem Eno, 18 vjeç. Përshëndetje, Olsi, 22 vjeç. Atëherë për gjithë teleshikuesit kam zgjedhur një makaron me kim, ndërkohë që nxënësit fillojnë për të konkuruar me njëri tjetrin, unë do t'i shpjegoj të gjithë procedurën e kësaj recete. Atëherë për këtë recetë duhet qepa, duhet hudra, dhe hudra duke i vendosur në tigan me vaj ulliri për t'i skuqur. Më pas, pasi to do të fillojnë për t'i skuqur qepën dhe hudrën me vaj ulliri për t'i dhënë një skuqje të lehtë, do shtojmë mishin e ngrirë. Ndërkohë do t'i fillojnë për të skuqur mishin e ngrirë me qepën dhe me hudrën që kemi shtuar pak më përpara, që qepa dhe hudra të tretet, pasi dhe mishi të ketë marrë ngjyrën bëj kafe, do t'i shtohet kripa, piperi zi dhe do t'i hedhet pak verë kuqe. Ndërkohë që është duke zirë me verë, do t'i shtojmë pak kuqe të heqim athësinë e verës dhe salcën e domates. Dhe ndërkohë që salca po bëhet, kimaja po bëhet gati, këto do shtojnë makaronat porikete që do t'i shtojnë tek salca e përgatitur. I ndjekin deri në fund se si do procedojnë në këtë recetë. Olsi dhe Eno kanë filluar të skuqin pak qepën në fillim dhe kanë filluar për të hedhur mishin e grirë, për të bërë salcën domate. Ja pa nxënësit e Institutit Royal të Kuzhinës, po gatisin këto makaron orikete që ne kanë zgjedhur për ta gatuar me një salcë tepër të thjeshtë për të bërë dhe maju zonja e zotëri, një salcë kimare. Të shohim Eno më shpejt Eno. Shohim Enon, që është duke e skuqur Olsin. Ndjekim, është çifti 4 konkurrues, është në të ditë të enjte, ne kemi zgjedhur Eno, kemi zgjedhur dhe Olsin për të gatuar këtë recetë kaq të bukur dhe kaq të bukur. Do të shohim se kush do ta gatuaj me procedurën që u shpjegova, kush do ta nxjerrë më shishëm, kush do ta nxjerrë dhe më shpejt do vlerësohet kuzhinieri më i mirë e kësaj sfide të sotme. E shohim. Ndërkohë, unë po i leo sërish në shoqëri
Ne shpjeguar në fillim fare të recetës tonë. Të shohim pra, edhe Olcin, edhe Enon. Ja pra, dy nxënësit e Institutit Real të Kuzhinës shohim në gatimet e tyre. Shohim këto në gatimet e tyre. Tashmë këto janë në fund të procedurës. Shohim se sa minuta do ta gatuar këto. Për një kuzhinier këto me thjesht përgjigjet e shikues, do 10 minuta kohë gatimi kjo recetë. Të shohim sa nxënësit tanë do t'i nxjerrin në kohën e gatimit të tyre. Ja pra, i ndjekim hap pas hap. Ja pra, ka në momenti që këto po i shtojnë salsën, si që ju jeni duke e parë në ekran. Më shpejt Eno? Si do të dekorosh Olsi? Mund ta thuash diçka për televizionin tanë si do të dekorosh? Me majdanos? Po ju Eno? Dekorimi thjesht në kart majdanos dhe në një pistat e qepës dhe me pak vaj ulliri sipër. Me pak vaj ulliri. Bravo. Të shohim pra mënyrën se si do ta dekorojmë dhe si do ta gatuajmë të recetë. Atëherë sërish përgjithë të televizionit, unë po i lë në shoqërinë e Enos. Eno i ka shtuar të gjithë sipas radhës së punës që unë kam shpjeguar në fillim, ndërkohë gjithashtu dhe Olci. Të shohim kush do ta ketë gatuar më mirë, më shije më të mirë. A vash Eno? Fitimi na do që të bëjmë edhe të shpejtin. Edhe një herë se Fitimi na do që të bëjmë edhe të shpejtin në punë. shumë mirë, shumë mirë. Ju keni një ego profesionale. Shohim që Eno e përfundoi së gatoj makaronon. Një kuzhinier i mirë do 10 minuta kohë për ta gatuar këtë recetë. Shohim nxënësin.
I gatuar shumë mirë, unë të përgëzoj, edhe Eno e ka gatuar shumë mirë, po për gjithë të rishkus, radhën më të mirë të punës dhe gatimin më të bukur dhe serviren e pjatës sa më të bukur, e ka bërë Olsi dhe fituesi i kësaj dite të ente i këtij çiftit është Olsi. Takimi jonë i radhës do jetë nesër, deri nesër miru takofshim.